Është një plan diskriminimi. Nga përkatësima. Se i quajtë diskriminim do diktera. Se nuk jam një rrezikshëm. Nuk jam një rrezikshëm. Unë jam i hapur të jetojmë, të gjykojmë, gjohën në gjymje në burg. Me këto fjalë reagoi ish-ministri i punës Spiro Ksera me njëherë pas vendimit të gjykatës së apelit për ta lënë në burg. I akuzuari për vjedhje duke shpërdoruar detyrën e ka quajtur arrestimin dhe vendimin për ta lënë në qeli një sulm politik. Keni një apel, ndoshta për politikanët dish kolegët tuaj? Në ratë të parë jam familjar. A është sulm politik në ju diktera? Pa dyshim të po. Nga të gjitha palët. Spiro Ksera, ish-ministri i punës, çështjeve sociale dhe shanseve të barabarta, u prangos më 29 janar, pasi kishte firmosur për dhënien e fondeve për disa aktivitete, që në fakt rezultonin vetëm në letër. Ish-ministri i qeverisë Berisha hetoi që nga prilli i vitit të kaluar, pas kallëzimit të bërë ndaj tij nga kontrolli i lartë i shtetit. Abuzimet me tenderat për të cilat pretendon prokuroria janë kryer gjatë periudhës 2011-2013. Nga hetimet mësohet se shuma e përfituar nga ish-ministri i qeverisë Berisha është 30 milion lekë.